cilat janë ato grup mosha që bien më shumë në sy tek një psikologë, do të thonë që vinë më shumë femrat që janë. Atëherë, nëse do flasim për gruan në tërësi, nuk kam një moshë të caktuar, por problemet që është më dominante kam fjalën. Problemet kryesore dhe nëse gratë kërkojnë të vinë në klinikë, kërkojnë ndihmë për vajzat e tyre, mosha më problematike është gjithmonë mosha e adoleshencës, pra nënat kërkojnë ndihmë si të kenë një sjellje ndryshe, pra si të kuptohen me vajzat e tyre. Si të sillen, e kanë problem sjelljen kundrejt vajzave? Kërkojnë një sjellje më eksperte, pra ndaj moshës që i përket moshës nga mosha 14 deri në moshën 18 ose 19, edhe duke vënë fokus edhe rrjetet sociale tashmë që janë bërë problematik për prindrit. Këto janë moshat më problematike, pra adoleshenca,